Sa e mirë sheke me drejt, dukesh fare si live, për zotin. Po ti çado që dhe live, sheke me mirë kështu. Si e? Qa bën? Hajde futu. Futu bëj gjiro. Ky shoko im acidi. Qam, sa e mirë sheke kështu për zotin, si shapane. Po pse, edhe në kamerë e mirë ishe, po. Qa ngjyre ke syt? Sa e mirë o quna, vdek, shira, aman, hajde diler. Diler. Për zotit, ta jap dorën. Ta jap dorën, veç se jek që ke gotës që e ma lafin. Erda veç... Si e maka, për zotin unë qunë jam, po. Erda veç me taku... Taku i telefonin? Jo, po jarë mos në le. Mos në le vetëm. Ej, si e kishe emri? O Perla. Hajde të përqafoj. Edhe... Ik se do shifemi nesër, mirë? O Perla, do të aprem një kole. Ik përqafoj. Qao, je shumë gocë e mirë. Jo, le. Ik Perla, do shifemi. Qao. Hec. Ha? Je live. U klasëm zora mu. Priti sekonda mil pak zëri. Pa. Varë. Si shkove, thot. Si shkova, si ka shdarë shkova, si me shku. Si ka shdarë pra shkova, si me shku. Ma bëni qik follow gjithë, o quna, bëni pak follow. Nesër jam live me këta në vlaj të shpia. O të shpia kësaj, o të shpia ime. Si që ka gotë shumë e mirë. Qa ore, gjithë ditën, sa të zgjojmë nesër? Qa është nesër, në ore 1. Nesër kena me shku të i dyshan me bëkshu. Të i dyshan të ish, të i njeri me bëkshu i reklam për PlayStation, ase do fillojnë kampionat, kështu si këto që lozin e fitojnë leka, ishe deli pari. Nuk e di si lujnë. Edhe do ikit marrë pjesë unë të këtë kampionatit, t'ja grabis lek. Se jam i mirë PlayStation. Vdek shira, t'ikit t'ja grabis komplet pare të atyre që të futen. Shasfakti këtu që 30 qiko. Si? Shasfakti këtu që 30. Po, shasfakti vlajk, shumë e noja dhe unë po e pse më 30 makina. Po jarë, burë që a thoni, unë ja thash, kjo gocë është gocë e mirë. Nesër do rrim live për qef. Me rop shpia, ajo thash, duke që është gocë e mirë, pla kurse këta. Unë po ta thash që në fillim, je pjellëropshe. Po thash, je pjellërop. Kjo është gocë e mirë. Me rop shpia, duket. Po mërë, por ishte e mirë. Si qetë në TikTok gocat e mira. O vlaj, unë s'po i qetë në TikTok, as po i shaj.
Gocën e huj, as po e degeneroj, as po e fendoj, as për i gjë. Tash i qa lidhe ka shkova e takova kush ishte, qa ka këtu? A e shava, a e degenerova, a e ulla, a e poshtrova, jo. Si e qetë në TikTok, thëtë unë live e njofa, të se njofa jashtë TikTokut, se njofa në shpi dhe vajta nëzora live, e njofa nga live. Se i shqitë motrën. Ona bëni kod gjithës e dërlije, kara. Shë thue, por unë s'jam varikarist me marrë negocis, s'ka lidhe me TikTokun të nëzjerë. A e pesim tha fari që parë, nëzira të gosën që është me ty e ty të shpia, tha po hume, jo, e thash nuk e nëzjerë, kjo s'është për dalë live, thash, s'ka lidhe kjo me live-in. Së është i gosë të shpia, se janë zora dorë, po s'ka lidhe me live-in ajo. A kupton, s'është gosë live, unë s'jam besprem varikarist. Dikush e thot, du me da live, day live, dikush e thot, s'du me da live, s'du me da live, vaj, qa lidhe ka, kjo si me marrën me nëzjerë gosën e u live, unë s'jam karë. Unë kam unë më vaj. Pas... Po, na, edhe ana më njef, ma ana, të regojra, jam që të nëzjerë live, të vdekshin ropë të foli herë, drejten, me ropë shpije. Ana? Po gjenë motrat e këtyre zoragjive ti, këto zoragji ta ishin motrën pidh ty. Këto zoragji ta ishin motrën pidh ty që i thu zoragji këtyre. Por pidh motre, se njojë këtu njo, ty ta shifsha atë familje në pidh, ti shifsha atë rëpë ngoj se jetu macaru tash jor pidh motre që thu gjenë motrën e këtyre zoragjive. O ti shifsha rëpë në pidh, e para punës, a do me të foli realitetin. A do me të foli realitetin. Mos ta pruft zoti riska vllai me pasi kurv në shtëpi, si motër, si gru, si mam, se s'ka pidh motre, më karderi i qofsh, nuk ka pidh motre, me rujtë me bët burr. Nuk ka pidh motre, harrojeni këtë, qa lidhe ka jo zoragji pa zoragji. I kërë rop shim, mos ta pruft zoti risk me pas në shtëpi. E patë në shtëpi vllai, nuk ka më karderit ja ka ull kokën femra, më karderit, më të fortit që njefti, a i maci më i forti i qytetit, ja i shi grun tjetrit. E ta ule reputacionin, ta ul moralin, ti shi ropë, se ti s'di që po thot ai filani, gruja karderit, thot e shi ky. E për këtë pun janë vra njerëzit, do më të rëqim, motra zoragjive, po ti shi jetu fol kështu të shia, ti ku e ke motrën tate, o të shif sharop, a doni me fol drejt, po të them, mos ta pruf zoti risk me pas mamin kurv, grun kurv e motrën kurv, se pidh motre që i ru nuk ka. Po leja tash i muhabetin, a do me fol si burra, a do me fol, jo po unë s'ka shanse mu të më tradhtoj. Femra vllai, me dash me ta bë dëmin, ti shi rop të s'ke çaj bën. Kush është në i karder që e kupton të vit foli? O plak, familja, qof për çunin, qof për gocën, familja është e funi që e merr vesh të keqen. Nëse ti ke bëj gjë të keqe, ke bëj gjë, familja është e funi që e merr vesh. Pastaj, nese mos e hyr këtyre muhabete. Po o jo në Rotterdam, po jam të fol ta mamër, por se di se qa do thote, kuptoj. Po leja tash i kush thote, kush... Nuk kam internet ku me i shi rop të kjo rruga, ha? Me femrat bën gabim që nxjerr live. Për zotin e vllai, as i lloj gabimi. Ma gjej femër, ti mu një femër, një femër që nuk futet në TikTok, që nuk është personazh TikTok dhe unë e kam nxjerr live. Po ma gjete i femër, unë të fal çat dushti. O vlla, unë TikTok nxjerr ato pidh motra që duan. Leja tash, mos bëj muhabete kështu. A me këtë klasin je, jo vlla, jam A7. Po të shah Nela Kristela, ik më se të shiva rop ta vodha pensionin, thuj të shiva familjen pidh.
Ik se ta shiva motrën pillit ta vodha pensionin shiva rop dhe lek që merresh për blim për vit 350.000 lekshin që merr në fund vitit ti shi rop në pill ti shiva motra ta vodha gjelin e detit shiva rop në pill. Na jeni bë gjithë plakat të hyne për TikTok. Ik se ju shiva motrat në pill, plaka kurva na keni çakarin, dashnorët e brigadierëve rop shire. Pill motra, na keni çakarin ju. Hyni aty si pill ropsha. Keni kalamaju i shifsha rop se burra vari karin, pas ju vjen zor për fëmijët i shifsha motra me dal fëmia rrug nesër pas nesër me u thën tjetrit çuni kurvës. Ha? As të vjen tur për të shifsha motrën. E thën t'jela Kristela, 56 vjeçë, kur dalin plakat gratë pensione, ç'a mosh? 60 vjeç. Ha? Kur dalin gratë pension, 60 vjeç. Aq më që. I ke shifsha ropti 63-4 vjeçë pill motre ka ke 3-4 vjeçë ha pensionin e shtetit kot më shifsha rop del në TikTok ti pill motre. Merresh për blim për vitri do të shirop, do ta vjedhsh për blimin do shkërdhej familjen pill. Do ta kush po merr. A nuk e s'ke veni, hajde. Shive. A nuk e veni, o gëzë, më gëzë. O zio, kisha 5.000 veta live, sa lek e bë? 5.000. Me rop shtëpi, sa lek është? Alish, e një që i ka hajdo, o hajde ke veni, më përshë. Erdha, karikoj lekët e mia se erdha. Erdha direkt. Erdha. Ti ki të futem të kjo, vlla, të kjo trade me Aleksin. I shiva motrën hyra para 4 ditësh. Për kokë vllajt për 16 sekonda bërej 1.300 euro. Ta lekari. Për është ajo trade një vllaj që luna Aleksi kështu është me Floriri live. Po shiko ç'a është kështu. Ti thu për shembull do rritet kile Floriri do ulet e shtyp aty. Po këto kara ç'a bëjnë? Rrin lozin gjithë ditën duhet bën milioner. Hyre herë. Te godite për shembull 200 euro në ditë aty acit se të vjen një sinjal. Është i çunë te grupi që të bi sinjale. Thotë tash do shkoj Floriri për lart, tash do shkoj për poshtë. E shtyp ti, merr 200-300 euro kështu total karit. Po na hap pra njështu. Me rop shtëpie po. Do me ta hap, fut 1.000 euro, bën 2.000, ke bonus. Për kokë familjes, ngjo. Nëse si bën $200 në ditë, për kokë të vllajt, po si bëre $200 në ditë, unë t'i jap lekt. Po jo ty shtrish si puna Aleksit kot që los 50.000 euro në ditë, të rri gjithë ditën aty. E bëre 200 euro, mylle vllaj programin, dil, hy nesër. Të vjen sinjali. Nëse si të rriq legët. Direkt cash, direkt. E merr tash për 30 sekonda ke legati. Llogari, PayPal, bank, ku dush. Ja do me ta hap nesër një. Okej. Do të fus aty? Po mos harro. Po jo, për kokë familjes jo. Ik ma si që çupin e djablës. Ka patentën e vëllai. Patentën e kam në një shtëpia unë por po. O diablo, prita marrë por presit deri nesër se ajo punë, se kush ikën hyrën në shtëpi. Diablo. O broja, ata bi nesër patentën me xhupin mos kontrollojnë për shtëpi tash se po përtoj. Okej. Ik për qafoj. Mos e ke humbur. Për kokë time jo, ne e kam në për shtëpi, po kush e gjen tash, do ka merr me ne poshtë tavolinën po ne. Pare se 100.000 lekë bën patentë dhe po pati humbur vllai. Çfarë do bësh nesër? Follo mos e na nxorë aty. Po futu pra këtu. Po jo, është nxjerr këtu, s'jam besprem. Futu aty te TikToku. Po mos e din ato aty. Pse budalla jam unë nxjerr ty TikTokun, s'kam i nga më të kohë, se di që s'ke qef me dalti. Futu te live im, komento aty, bëj koment. Hajde. Jo, mos ti. I këtu forma, bëj Allah, me rob shpjet kërkoj fare. Jam i farë bespre, di vari ka, di. Po du të nxjerrë puri shifsha rob, se nuk laham dot me ty, s'di si tregoj shtyre që e kardër. S'di si me a tregu, vdek shiro. I love you. Sa kam qesh. Është i mirë atë cidi, me rob shpjet. Është shumë i mirë. Është të prit Aleksi me kozakun tash. Ta lekari. Ti këtë bëj dhe 1 mishë atje punë sekondash. E di si dal nesër me pillat. Si kardër. Dek familja si kardër dal nesër me pillat. Si krye kardër.
Jo kardër këshu, po si krye kardër dal nesër me pillat. Ha! Ha, 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 tale kari. Një sekond vetëm. Ej, bëni pak like, o çuna, bëni pak like. A donani moshën e tjerëve të bëjmë ne lek. Po për kokë familjes po, mor vlla, për kokë të robëve po. Kushdo që futet me 500 euro, pashallahu nëse ju rrej, vdek vllai, vdek familja.